Konferenca e kryetares së gjykatës speciale me Selinë Hoxha ishte planifikuar të mbahet në orën 12 këtu në Prishtinë, edhe zyrtarisht është anuluar. Zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Grip ka thënë se kjo është bërë me këshillat e policisë së Kosovës dhe si rezultat i sigurisë dhe protestës që ka qenë nga organizata e veteranëve të luftës. Ka pasur një mos transparencë, le të themi, përgjatë kohës që zhvilloi protesta, pasi nuk kemi arritur të marrim asnjë përgjigje se çfarë po ndodh. Megjithatë, pak më parë, zëdhënësja e gjykatës speciale tha se arsyeja e anulimit të konferencës janë për shkaqe të sigurisë. Megjithatë, dua t'ua kujtoj se para 2 vitesh, kur kryetaria e gjykatës speciale kishte qenë në Prishtinë, protesta kishte qenë shumë e madhe, shumë e ashpër dhe gazi lëcjelc kishte depërtuar brenda hapësirave të hotelit, por sërish konferenca për media e kryetares së gjykatës speciale kishte vazhduar. Nuk e dim pse kësaj radhe kanë vendosur që kjo konferencë të mos mbahet. Kemi pasur shumë pyetje për kryetaren e gjykatës speciale lidhur me disa vendime të gjyqtarëve, me procesin e krerëve të UÇK-s që është në një fazë tepër të rëndësishme aktualisht dhe shumë tema të tjera për të cilat të paktën sot nuk do të mund t'i adresoj. Përderisa konferenca e kryetares së gjykatës speciale është anuluar, veteranët po largohen në festë, duke thënë se kanë arritur qëllimin e vet për ta bllokuar konferencën e gjykatës speciale. Ajo që duhet të sqarohet është se kemi qenë edhe në 2 vizita në Hagë dhe kryetaria e gjykatës speciale të Hagës nuk ka qenë e çastshme për të dhënë intervista as për të dhënë konferencë për media për gazetarët nga Kosova. Se kur do të ketë adresim nga kryetaria e gjykatës speciale dhe kur do të ketë një transparencë më të madhe, kjo mbetet të shihet ditët dhe javët e ardhshme.